Hedhja mbetorinave në vende të papërshtatshme vjen të mbetet një problem shqetësues. Fenomeni është i përhapur jo vetëm përgjatë akseve rrugore, por edhe në kanalet kulluese dhe vaditëse, duke rrezikuar seriozisht funksionimin e tyre dhe duke sjellë pasoja të drejtpërdrejta për bujqësinë. Një ndër rastet me problematike paraqiten në kanalin e Mjedës, një ndër veprat më të rëndësishme ujitëse në zonën e Nën Shkodrës. Ky kanal luan një rol kyç në furnizimin me ujë të tokave bujqësore, duke ndikuar drejtpërdrejt në prodhimin dhe ekonominë e fermerëve vendas. Megjithatë, ndotja vazhdueshme nga mbetorinat e hellura pa kriter, po edhe në rrezik funksionimi normal të tij. Përveç se në pjesë të ndryshme të rrugëve, mbetorinat i gjen të hedhura edhe në kanalet vaditëse dhe kulluese. Në kanalin vaditës të Mjedës, një fenomen i tillë ndodh prej vitesh. Është i ndotur nga mbetje të ndryshme. Ndotja e tij ka ndikuar edhe në mungesën e ujitjes së 10 sipërfaqeve hektar tokë të banorëve të zonës. Kanali i Mjedës e ka fillesën në fshatin Mjed, në territorin e bashkisë Vauides dhe përshkon disa zona të banuara përfshirë fshatin Stajk, si dhe zona të tjera përreth, deri në afërsitë të territorit të Lezhës. Përgjatë gjithë këtij segmenti vërehen grumbullime mbetjesh urbane dhe inerte, të cilat pengojnë rrjedhën e ujit dhe dëmtojnë infrastrukturën ujitëse.